Përshëndetjet dashamirë të bjeshkëve shqiptare. Sot jemi në Tomor. Kemi ardhur këtu me ftesën e Edit, miku im nga Fieri, Përshëndetje. që na ka ftuar me bë një ngjitje në Qukën e Partizanit, pra njëran nga majet e Tomorit. Edit, si je? Mirë je? Faleminderit. Ju falenderoj që keni ardhur të promovoni Tomorin, ndoshta malin më të bukur të Shqipërisë. Na pret një rrugë pak e vështirë ndoshta sepse ka rënë borë dhe shikojmë se çfarë mund të bëjmë. Ndoshta arrim dhe majën lart. Atje është një tyrbe e Bazaliut, është vend shumë i shenjtë për të gjithë shqiptarët. Okej. Pra, Tomori ka formën pak Formën një gamilje. Pashtriku, pra është bjeshkë që ndron në vetmume. E vetmuar, po. Po. E vetmuar ka formën e një pak a shumë një deve apo kamile, si thënë. Po. Dhe është në lart gjatësia është diku të 9 kilometra. 9 kilometra një drejtim, apo? Nga maja një. Shumë mirë. Sot pas kemi edhe pjesëmarrës Po, tjerë. kemi shumë. Dëshirojmë ta bëjmë me borë, sepse këtu zakonisht njerëzit vinë gjatë periudhës së gushtit, Po. kur ka shumë peregrin, bëjnë sakrifikojnë kafsh, bëjnë kurbane. Ndërsa në dimër tani është çik më të vështirë. Okej. Ta shohim atë çka po na pret. Vazhdojmë. Na vakt marr. Okej, jemi në majet të Tomorit. Pra mas 4 orë e gjysmë ecje prej vendit ku e lam veturën deri këtu, bashkë me shoqnin nga Fieri edhe nga Berati, e vizitum vendin, e pam këtë teqin që është në majet të Tomorit. Tash për t'u kthyer më nevojitet pakës energji. E ata do ta marr me të ju peanut bar. Edi, ecje e vështirë. Vështirë, po, ka? 4 orë e gjysë. S'na mbajti dhe kohë. Nuk na majti koha. Ishte me mjegull, po u qelq. Patëm pak, po. E sa ta herë është që po vjen ti këtu? Këtu është hera 4. Hera 4. A ka qenë gjithmonë e vështirë qështu? Në verë nuk është e vështirë. Okej. Gjatë dimrit është e vështirë se të vështirëson vora. Okej. Po këtu është një tyrbe, i thonë një varr i shenjtë. Po e kam mbuluar bora siç duket, ndërsa këtu te kjo pjesa këtu është një bust. Kali me një siç e folën poshtë pasaj. Po e kom po në fotografi kom po. Okej. Shumë mirë. Tash
Mrenda ish një person, Është varri. është vari. Po. A dini diçka për atë Atje Abbas Aliu Abbas Aliu? ka vdekur në Qerbela. Okej. Po thonë që ka marrë kokën në dorë dhe erdhi këtu dhe bëri varrin në mal Tomorit. Edhe i thonë mali perëndive. Okej. Si famë që i ka dhënë, më ka qenë gjatë kohës në infrashit, e promovoi në kohën e rilindjes, dhe ca jupi në vitet 1905-1910. Po. Që do të bëri malin e gjithë shqiptarëve, mali shenjtë. Ka dhe kujdana që për ka UFO, gjëra të tilla kështu, po nuk është se Aha. ka dhe u gojt. Po. Që ashtu edhe unë kam dëgju që kanë pa lëvizjen e UFO-ve. Nuk është se është e vërtet, nuk e besoj. Nisoj si mpa-shtrik. Dhe perëndit para historike, të Dodonës. Aha, okej. Këtë malin këtu, mendoj se ku është mali perëndive. Perëndive. Sipas mitologjisë së vjetër, këtu ka patur orakuj që flisin me perëndit. Flasim këtu para 3-4 vitesh. Aha. Që është e lidhur me parahistorinë, si mal shenjtë. Okej. Unë çka pash kështu si bjeshkatar pash pamjet ma gjepse. Për rreth majës u hek mjegulla dhe nuk munda me besu se ku jemi. Është me të vërtet madhështore. Po pjesa tjetër, pjesa veriore është edhe më e bukur, sepse ka edhe ngëshetohet me pyet me bredha, me livadhe. Me livadhe, ka dhe lugina të ngushta. Dhe ata pjesën andej preferojnë këta me motocrossin. Po. Theranda, për nuk kanë vërte diku të gjysma, po nuk ka shumë dela. Masi ki ardhë disa hera, ki pa dikon me skia që është lëshu këtu? Jo, s'kem. Nuk e promovoj ski. Nuk e promovoj, se kishte shtigje shumë të mira për skim. Ndoshta po është ajo që do të jetë pjesa perëndimore, nuk e di që po, kjo është pjesa jugore. Pra nuk e man borën shumë mirë, po shtigjet ishin me pjerëci perfekte për sikur të ishte veriore edhe të instalojë në teleferik për shkakun. Nuk është se di shumë nga skit, po pjesa veriore andej, bora nuk shin tër vitin. Ka pjesë që nuk shin tër vitin. Mëkat. Ndoshta do të jetë më përshtatshme nga pjesa veriore. Mëkat. Mirë, po prapse unë do të lëshona me ski, masi bora që ndron këtu janë temperaturat e ulta. Ta shohim se çka po na pret. Para lëshimit ekstrem me skia nga maja Tomorit nevojitet energji e madhe, e ata e marr me Red Bull.